E nderuara zonja Albulena Haxhiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, njëherësh edhe ushtruese e detyrës së Presidentes të Republikës Kosovës, të nderuar deputet dhe anëtar të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, të nderuara presidente Vjosa Osmani Sadriu dhe Atifeti Jahjaga, i nderuari doktor Shqiptar Demoqi, të nderuar përfaqësues diplomatik të vendeve mike në Republikën e Kosovës, të nderuar praneshëm zonja dhe zotëri, unë besoj që zgjidhja e vetme për Kosovën është pavarësia. Më lejoni t'ju tregoj se i them Kosova, sepse 90% e njerëzve që jetojnë aty i thonë Kosova, prandaj po e përdor on. Pavarësia dhe vetëvendosja është e vetmja zgjidhja afatgjate. Shqiptarët e Kosovës kur nuk do të trajtohen drejt në Serbi dhe kjo është dëshmuar sa herë. Mendoj se politika jonë është mjaft e mangët, sepse për aq kohë sa e shohim Miloševićin si pjesë të zgjidhjes, pa e kuptuar se ai është problemi e jo zgjidhja, me çfarë do që ne dalim e që përfshin atë është e destinuar të dështoj. Mbaron citati. Me këtë qëndrim të prerët guximshëm që krahas historisë njihte realitetin, nevojat e kohës dhe përfaqëson të një vizion të kthjellët e largpamës, e kishte nisur fjalën e tij kongresisti Elliot Engel në takimin e Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare me 10 shkurt 1999. Atë kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po diskutohej për dërgimin e forcave toksore në Kosovë si pjesë e misionit paqëruajtës të NATO-s, si përgjigje ndaj krimeve të tmerrshme, spastrimit etnik dhe gjenocidit që Serbia po kryente ndaj shqiptarëve. Kongresisti Elliot Engel, miku dhe mbështetësi i madh i shqiptarëve në përgjithësi dhe i Kosovës në veçanti, nuk hezitoi asnjëherë të ngriste zërin në mbrojtje të drejtave të njerëzit dhe të pozicionohej në anën e drejtë të historisë. Për më tepër, ai avokoi dhe u angazhua pa u kursyer që të drejtët të triumfojnë. Kur erdhi në Prishtinë, me rastin e hapjes së zyrës informuese të Shtetet Bashkuara të Amerikës në qershor të vitit 1996, ai e cilësoi atë si ambasadën e parë të qytetarëve amerikanë në Kosovë, duke u shprehur i bindur se një ditë do të ketë një Republikë të Kosovës. Këtë e tregoi vetë me 4 korrik 2019, në ditën kur preu shiritin e ndërtesës së re e moderne të ambasadës së Shtetit Bashkuara të Amerikës në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Kjo bindje e shprehur 3 dekada më parë, kur Kosovës i mungonin zëra si Engel, është dëshmi që përveç se rrethonat politike, ai njihte të drejtën historike të shqiptarëve të Kosovës për të pasur një shtet. Kongresisti Engel, miku i madh i kombit ton, krah të cilit qëndruan figura të rëndësishme shqiptar-amerikane, që dhanë kontribut të pamatshëm, ishte nga zërat e hershëm, në plejadën e Tom Lantosh, Bob Dole e Joe Dioguardi, të gjithë këta gjithnjë të palëkundur në mbështetje të Kosovës, në ditët kur drejtësia për popullin ton kërkonte guzim dhe vendosmëri. Ai nuk u kursye asnjëherë në angazhimin e tij, duke e ngritur dhe duke avokuar për mbrojtjen e çështjes sonë në institucionet më të larta amerikane. Për më shumë se 3 dekada, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, Engel ishte një shërbyes i përkushtuar i qytetarëve amerikanë dhe përfaqësues i fuqishëm për të drejtat e njerëzit dhe ato civile, kudo në botë e sidomos për ne. Kongresisti Engel i qëndroi besnik angazhimit për kombin ton, që kur u njoh për së afër me të. Në shënimin e 10 vjetorit pavarësisë së Republikës Kosovës, në këtë foltore, në kuvendin e shtetit të cilin kongresisti Engel ishte i bindur se do të bëhej, ai tha, po citoj: "Dua ta shoh Kosovën të njohur nga secili shtet në botë, dua ta shoh Kosovën në Bashkimin Evropian, dua ta shoh Kosovën në NATO dhe dua ta shoh Kosovën në Kombet e Bashkuara", mbaron citati.